A ka një formulë juridike që këto zgjedhje të mos njihen apo të formohet një qeveri teknike e cila mund të marrë në dorë drejtimin e vendit? Shiko, zoti Rama aktualisht ka 83 mandate. Nuk është se ka situatën vulnerabile, pra nuk është se e ka tek 72, 73, 74. Ai e ka konsoliduar, e ka blinduar, si thonë, majorancën e tij parlamentare. Dhe jo qëllimisht ai e ka blinduar majorancën e tij. Për të thënë pendimorëve që shikoni, okay, sa ka vjedhur? Ka vjedhur, ja ka vjedhur 2-3. Janë abuzuar me 2-3 mandate, ja më ngelen 80. Po si do bëjë qeveri teknike, thotë? Të pranojë qeveri teknike me kur unë disponoj 78-80 deputet. Kështu që ai ka përshpërdor një strategji e tillë që ta bënte situatën që ti mos kisha as mundësi të kërkoj qeveri teknike. Sepse qeveria teknike nuk ka më vlerë tani. Qeveria teknike e kishte vlerën 6 muaj para, si në Maqedoninë e Veriut që bëhen qeveri teknike 6 muaj para, sa këto një kryeministër për mbarvajtjen e zgjedhjeve. E vazhdon historia dhe nuk kontestojnë zgjedhjet pra. Po tani çfarë vlere kanë që ti kontestosh ti zgjedhjet? Çfarë vlere ka tani që ti Spaku heton tani, që Spaku arreston tani dhe Spaku bën sigur po bën namin me krimin zgjedhor tani. S'ka mas që vlerë. Masa duhet ishin marrë përpara se të ndodhte kjo gjë. Sepse, shiko, në demokraci, zgjedhjet e lira e mbajnë i japin atë nuancën, i japin nuancën vendit, është demokratik ose jo. Nëse ti nuk bën zgjedhje të lira, nuk mund të quhesh vend demokratik. Sepse ne bëjmë pjesë të botën perëndimore. Dhe përdesa kemi zgjedhur të jetojmë në këtë sistem, do t'i bindemi këtij sistemi. Po problemi i madh i ynë është sepse ne nuk kemi gjyqësor. Se nëse vidhen zgjedhjet në Itali, në Gjermani apo qoftë edhe në Bullgari, po deshët ju, që është fundi, atje ndryshon gjykata, atje ka sistem gjyqësor, ka një sistem gjyqësor të pavarur që i anullon më. Ai në Rumani, unë nuk jam dakord, po çfarë bën ata? Gjykata kushtetuese vendosi që ai presidenti që u zgjodh me vota akuzuar që gjëja ishte patur ndërhyrje ruse në zgjedhje dhe gjykata kushtetuese nuk ja njohti rezultatin. Po a kemi ne gjykata, qoftë gjykata kushtetuese jona, të marri vendime për të anulluar zgjedhjet, për të parë që këto zgjedhje ishin me probleme të rënda nga pikpamja e lirisë së qytetarëve. Nuk kemi, sepse ne nuk kemi sistem gjyqësor të pavarur. Ky është problemi ynë i madh. Dhe bota i ka rregulluar këto, sepse ka gjyqësor të pavarur, që nuk i intereson fare atij kush është kryeministër apo kush është ministri i brendshëm. Ky është ndryshimi ndërmjet një vendi si ne që jemi në autokraci elektorale dhe një vendi demokratik që si intereson fare atë gjyqtarit të njohë kush është kryeministri dhe kush është presidenti. Dhe kështu që në një vend demokratik, zgjedhjet në shinat e ligjit, në shinat e demokracisë i vendos gjykata. Ne nuk kemi asnjërin dhe as tjetrën. Ky është problem shumë i madh. Prandaj them që unë e shikoj shumë të zymë këtë fitore dhe shikoj akoma më të zymë të ardhmen e vendit kur ti përdor mjetet ekstraligjore për të marrë pushtetin. Dhe unë jam i bindur që ne aktualisht nuk jetojmë në demokraci. Ne jetojmë në një autokraci. Çfarë kanë autokratët më shumë? Çfarë ka ai Bielorusis më shumë? Çfarë ka Erdogani më shumë? Kaq, por ja ka i bëjë dhe ata. Të marrin, e futin në burg Erdogani, atë kryetarin e bashkisë së Stambollit, sepse i rrezikojnë se janë zgjedhjet presidenciale dhe rrezikohet për pushtetin e tij. Apo kuj do t'ia lërë ai nesër pushtetin kur largohet. Dhe çfarë bën godati kundërshtarët politik. Dhe në Shqipëri ndodhte e njëjta gjë. Ka goditi me anë të gjykatave kundërshtarët politik, ish presidentin e Republikës dhe shefin numrin 2 të opozitës e futin në burg. Fatmir Mediun të republikanët e kanë në proces gjyqësor, zoti Berisha shkon 2 herë atje, firmos në SPAK edhe 10 muaj në një arrest shtëpie dhe në janar, ndërkohë që zoti Rama kishte avancuar, ai shefi opozitës rinde në arrest shtëpie, dhe si mundet ti tani të zhvillosh zgjedhje?
A quhet vend demokratik ky? Ky është problemi, ky është thelbi që ne duhet të diskutojmë. Ndërkohë, liderët europianë e kanë uruar për fitoren kryeministrin Edi Rama, ndërkohë nga ana tjetër Departamenti Amerikan i Shtetit ende nuk ka një prononcim, apo vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë dhënë një deklaratë deri tani sa i përket zgjedhjeve që u zhvilluan në Shqipëri. Ju si mendoni, çfarë mesazhi po kërkon të jap Amerika në këtë rast kundrejt qeverisë shqiptare? Shiko të them diçka. Po. Shiko, zoti Rama përdori një strategji që për mendimin tim ishte shumë e pisët. Sepse kishte përgatitur masakrën zgjedhore të 11 majit, por ndërkohë kishte përgatitur që në 16 maj kishte ftuar liderët e Europës, që atë samiti për sigurinë, që ai ishte samit për Shqipërinë, ishte samit për sigurinë, edhe për Ukrainën, po deshet ju, ta bëte Shqipëri. Duke bërë në Shqipëri, do legjitimonte zgjedhjet. Dhe kjo ishte një strategji e zotit Rama, të cilën e përdori, e kishte përgatitur muaj më parë, të cilën e përdori. Dhe normalisht, ata lidera që erdhën këtu, të gjithë, dikush me skepticizëm, dikush me habi të madhe tjetër, dhe dikush mbase ka dhe kënaqësinë e ka uruar. Por problemi qëndron që ata lider po informohen tani. Vërtet e uroi edhe ai Mers, po i tha i habitur, si ka mundësi tha 4 mandate të tilla. Por edhe mos harrojmë, Giorgia Meloni nuk ka pikën e interesit që tiki zoti Rama në pushtetin. Sepse zonja Meloni ka bërë një marrëveshje me zotin Rama, që të sjellni këtu të gjithë delinkuentët apo personat problematik në Itali të sjellni në Gjadën, dhe ka kthyer Shqipërinë një protektoriat të saj. Që ka pasur ëndër babai i saj politik Mussolini që ta kishte protektoriat. Dhe ajo ka kthyer Shqipërinë protektoriat dhe ky është guvernatori. Dhe kështu që Meloni do ta uroj Ramën, do ta uroj jo një, po 150 herë do ta uroj, pastaj për liderët e tjerë ai Greqis nuk erdhi fare, me sa mos gaboj, zoti Mitsotakis nuk erdhi fare. Nuk di tjetër, pastaj zoti Macron erdhi, zoti Macron në 2027 ka zgjedhje dhe i vite gjysmë është akoma për veten pushtet, i ka vajtur gradimentu ose përqeshmëria i ka vajtur me 7% në Francë, ju e dini. Ai ka erdhi këtu, ka bërë çokat e veta me kryeministrin, sepse ka një kompani në Shqipëri të cilin fshihet pas Macroni, dhe ajo kompania ka marrë statusin e investitori strategjik dhe ka marrë në vitin 2020, kur akoma në Shqipëri nuk ishte regjistruar si kompani dhe kishte marrë statusin nga investitor strategjik, pa është një histori tjetër korrupsioni nga ana e kësaj, dhe pas tia asaj kompanie është Macroni. Ne i dim se jemi avokat, ne i dim se jemi pronar, ne i dim se jemi njerëz që punojmë dhe interesohemi, prandaj dim këto informacione dhe i kemi. Kështu që mua nuk më duket ndonjë habie ashtu çudi e madhe që këta liderët europian e kanë mbështetur. Mos harrojmë pastaj që Departamenti i Shtetit në vend të mbështeste të shprehte urimet për Ramën, ata nxorën në faqen e tyre që shqiptarët duhet të na denoncojnë neve korrupsionin, krimin organizuar, te WhatsApp-i ynë e kështu me radhë. Dhe kjo tablo kështu nuk është tablo e mirë as për zotin Rama, por e as për Shqipërinë e së ardhmes. A ka një mesazh konkret nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundrejt Edi Ramës në këtë rast, duke qenë se dhe ai është i atakueshëm në SBA, nisur nga dosja e ish agentit të FBI-s Charles McGonigal? Shiko, unë nuk e di nëse zoti Rama e kalon dot oqeanin apo jo, këtë nuk e di. Por problemi qëndron që ka probleme zoti Rama me drejtsinë amerikane, mbase nuk i ka të hapura, apo e ka. Sepse nuk ka ndodhur deri sot, të paktën që nga lufta e ftohtë, kur KGB-ja apo shërbimet sekrete ruse rekrutonin shefa të CIA-s apo punonjës të CIA-s dhe FBI, ka ndodhur tani në vitin 2020, pra kishte rënë perdja hekurt, që të rekrutonte një kryeministër i një vendi të vogël, të korruptonte një shefin e shërbimit më të rëndësishëm, Liz Batus amerikan, siç është FBI. Kështu që nuk besoj se amerikanët ja kanë falur zotit Rama këtë,